الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. صلى الله تعالى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام هداة المهتدين والخلفاء الراشدين والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه. صدق الله العظيم وصدق رسول البلاغ الكريم، أو كما قال. Të nderuar dhe të respektuar besimtar musliman, pikë së pari hamdi takon Allahu te bareke ve teala. Allahu sinqerisht e falenderojmë për Allahun të ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu te bareke ve teala, që Allahu të na mbron nga e keqja e veprave tona. Allahu të na mbron edhe nga e keqja e xhinëve, të na mbron nga e keqja e shejtanëve. Allahu të na mbron nga e keqja ai i cili ka krijuar. Salatën e selamet në këtë ditë madhe, gjumaj bashkarisht në mënyrë më speciale këtë kujtëm, ja përcjellim Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Se nga shumë veçuri që ka dita e gjumah, veçuria më e madhe e ditës së gjumah është se nga nata e enjte, nga dita e enjte në mbrëmje, apo nata e gjumah, deri sot, deri në para namazit të akşamit, është një moment për momenteve që Allah i pranon duar tona. Nëse ta jetën kemi me një jetë dhe qëllim që të kërkojmë atë moment, Allahu inshallah na mëson që para të paktën në herë një jetë të kërkojmë atë moment që Allahu të na mëshiron inshallah taala. Edhe ajo që e bën më të madhe ditën e gjumahës, se salatet të përzemërta të posaçme e dëvojmë Rasulullahit alayhi salatu wassalam. O Allah, bekoj Muhammedin alayhi salam me bekimet më të shmuara që gjithën në madrin tënde. Bekoj familjen e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, bekoj shokët e tij dhe bekoj gjithë ata njerëz të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar besimtar musliman, është një ajet i Kuranit i cili ka thënë xhamatin e mësuar, ajet që është imperativ që na thirr Allahu te bareke ve teala që ne të distancohemi nga racizmi dhe nacionalizmi, edhe du të dimë se gjithë muslimanët janë vëllezër. Allah thotë innamal mu'minuna ikhwa. Gjithë muslimanët janë vëllezër. Nëse e keni përjetuar, kush e ka përjetuar kur shkonin në Hax, në Mekë apo në Medinë, qoftë në gjithë territoret ku ka lloj-lloj nacionaliteti, njerëzit shumë të huaj, me ngjyra shumë të ndryshme, me aromë shumë të ndryshme, nëse sinqerisht kemi shkuar për hir të Allahut, nuk ka ngrohtësi më të madhe që njeriu e ka afër në saf të vllahut musliman. Nuk ja di gjuhën e tij, nuk e di prejardhjen e tij, vetëm kur të afrohet në saf e ndin besimtarin një ngrohtësi të vetëm në shpirtin e tij, dhe aty nënkutohet se gjithë muslimanët janë vëllezër. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na sjelson dhe na mëson se cilët janë cilësitë apo cilët janë ato atribute për të cilët neve Allahu na afron. Çfarë duhet me vepruar ne
që neve Allahu të na afron, se kur nuk jemi me Islam, kur nuk jemi me iman, ne dhe familje me konë, njëtit vlasni, që nana në kalin në nuk duhet. Ne duhemi sa kemi interes. Kur kalon interesi, vla me vla, se kanë më tërkutë. Se më tërkutët, gjithi edhe s'foli me këtë temi, gjithi edhe këtë felsefike, në të rëstirë të di, të di vazhdojnë me një jastëp në barku e nëmë. Me një jastëp këton e këtoni me kanë qëllimi. Edhe pas të këtë barabar, të eshtë të këtë ndru qëllimi. Edhe kur rritemi, dhe nuk duha me përhejtë në Allah, nuk kemi imanin, atër me urrehemi në spiritualitet. Atër me jemi pasër në spiritualitet. A kur i dum njerëzit për hir të Allahut, atër edhe babën dhe të më mirë, edhe nanën dhe të më mirë, edhe kojshinë dhe të më mirë, se jemi në modën gjithë muslimanë të në vlezën. Nuk të lidhë pare fisnija e në vëllohë për ku. Se interesi me vogë i dunjos, me një të shkakrojë. I vetë më interes, i vetë më gjohë që i rritë besimtare të duhen njerëzit për hir të Allah dhe të ati se kanë vladën i qetin për hir të Allahu të barek të vëtala. Tha Resulullahi alaihi sallatu wassalam, selatun, tre gjona, ju safine leke vëddu e ti, tritësia atë të cilët do të i përfitën zemrat e njerëzit. Tre punë të pakrehin zemrat njerëzit. Do të marrë zemrat, do të tjesh janë, e ta për Ameri e parë, të sëllimu alihi i dhe letite, se herë të të takosh për shëndete nga zemra, bremë. Selamu alaikum. I të të gjera, nëse s'ke mundësi, a i larë të shëndje, me rapë, nëse nuk ketë tjetër se me rapë nuk e dhine selam, që armoni blindirat, ashtu? Ose te kalore të ikon se e pusqesh. Jenë drejtore, kjo është për shëndetje. Wallahi, billahi të Allah. Nëse njerëzit i doni për hir të Allah, për shëndetni me pusqeshjen e ëmbël të zemrës, që manifestohet në buzët tuaj. Ta dini se çështja e parë është për shëndetja më e mirë e njerëzve të përfiton zemrat e njerëzve. Kjo është e parë, shumë e madhe. Kjo është e kapton disa, shumë e madhe. Familjet tona më të ngushta ne nuk i përshëndetim familjes tonë. Se përshëndetim babën, se përshëndetim me selam nanën, se përshëndetim bashkëshortën, se përshëndetim motrën, vëllain, a tjetër kur del boshën, a levaton selam aleikum. Çfarë keti me mund selam? Nëse ti selamin nuk ja keton babës tonë, motrës tonë, vllajt tonë, familjes me ngrohtësinë e zemrës, nuk reflektohet tek unë. Ajo është sipërsi. E dita tha Resulullahi alaihi sallam, وَتُوَسِّعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ. Kur bëjnë njeri, shonja vende në mejlis. Lironja vende. A keni provuar njerëzit më të vjetër të shkaktë vjetër. Njeri që ka pas probleme në shtetin ngrejnë. A i ka thonë në shtratë i ngrojnë. E kësa ke i ngrejnë, a i ata ngrejnë, e ka thonë mos të vëzma. Jo për si më lëvrinë që unë, hakare të kujë. Ata njerëz përfitojnë zemrat e njerëzit. O vllazni, kjo është efekti më i madh. Në shtëpitë tona, mbi kauç dhe mbi keot e krahën e kauçit, ka më fëmijë i shënë, hiç pa pje grupi, dhe prindër e babës, kështu shtrinjë, hinë brendokë, asë nuk ngrejnë. A thonë të Ameri, nëse doni të përfitoni zemrat e njerëzve, ka ardhur Musafiri brenda, shonja vende, një ka këmë ngërë të kohë, shonja vende. Kështu ka vepruar Rasulullahi me binë e ti, Fatimën. Me Fatimën radiallahu anha, kur me ka ajo, pejgamberi alayhis salam, postuqe, pastaqi, atë ulse më të buqe e ka pas, jeshtë shkruar asaj, duhet se shumë herë, edhe gjelabinë e vetë e ka shkruar, edhe fleshën e vetë ja ka shkruar bie se vetë, duke konsideruar se ajo është Musafiri në shtëpinë e vetë, në shtëpinë e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Kjo është dita që përfiton zemrat e njerëzve, dhe e treta tha Rasulullahi alayhi salatu wassalam, وَتَدْعُوهُ بِالْأَحَبِّ أَسْمَائِهِ. Dhe thirrni njerëzit me emrat e bukur dhe të mirë që i duhet. Ku je vetë ata? Nuk dohën të njerëzit. Ku je vetë shumë. Nuk dasune. Unë s'di që të dasë njerëzit. Dhe që të gjyrë qarë dasune. Nuk me emrat që aje ka zot të e randu. Aje s'di që të poja është qatë shëri, qatë më halë. Ja ka mua së dhe foto. Ja thona fjallën e keqë. Dhirë njerëzit, o i dashë, o i nderuar,
Arabe ka mëra këtë një hadith, shujtë, oj da, oj dëruar, o profesor, oj dëruar, o kush je, thirrni njerëzit me emra të mirë që i duhet. Kur i thret njerëzit me emra të mirë, ata në kanë zemër. A ka diçka më të madhe? Ti thash urdhërojnë të duhet. Pastaj kur njerëzit të dëhen, i thotë Allahu të shpërblet. Ne këtë gërën Allahu të shpërblet, kur nënës të kemi thonë. Nëna ka për shkolle, nëzën si studentë, për shkolle ka. A i ka një herë ka të qotën buka është shasën. Nëna me mishë në shpirt me gjithë dertë dhe gajtë që ka pasë. A se kërtoni fjarë, të në përënderi, pakë shpërblet. Zoni që në dujë, Allahu ju shpërblet. S'ka fjarë në madhe si të tush njerëzit, Allahu të kompenzat, Allahu të ndërot, Allahu të ruaj. Kështu, thoni këto muhabete, për sjellë mesazhin familje tuaja. Shtini fjalorin në të bukur që s'ka pa bota kur njerë. Ajo që është Allahu të ndërot, Allahu të ruaj. Ishte mesazhi për Amerit alayhis salam, në haqët e vëda, kur ta unë e krejta amanetit. A në fund e çfarë tha? Të ndëruar të gjithë kështu, të ndëruar sahabët e mi, qofshin në mbrojtjen e Allahut, qofshin në kujdesjen e Allahut, gjithmonë Allahu inshallah kujdes për ju. A ka më tepër të fituar njerëzit që dëhet, qofshin në kujdesjen e Allahut, te bareke. Drejtësi, tri margaritar, tri perle të ngritura që ne duhet i praktikojmë në jetën e përditshme. Allahu na ngroh zemrat tona. Allahu na bashkon zemrat tona me familjeve inshallah taala. E ngrohtësia më e madhe është jetën tonë inshallah si musliman, edhe besëm si musliman. Inshallah Allahu na mos të mundshme që momentet e fundit të udhë për këtë botë me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Allahu nasib na ras. Të nderuar informator shkurtër, ju e dini se pas namazit të yatsis, e thashë në javën e kaluar pas namazit të yatsis, respektivisht ora 7, Hoxha Muzemir ka marrë iniciativën që të ketë vit në tonë. A i nuk ishte shumë i knaqur, shumë pak jo të interesuar, nuk e di çfarë keni kompleks. Se njerëzit e kanë kompleks i kanë bërë 20 pjesë në të Kur'anit. Se keni kompleks i keni bërë 30 pjesë në të Kur'anit. Mos keni kompleks edhe 14 dhe 50. O dhe 60 vjetë. O provonja. Vallahi nëse provoni, edhe se nuk ja arrini tek Allahu dhe shpërblemi, sikur e keni bërë. Nuk ka arsjetim, nuk keni gjasë të arsjetoni se se keni pas mundësin dhe rastin. Pra, me këte të është i qenë, në të bazar me pas namazit të yatsis, Hoxha është në dispozicion t'ju shërbeje, Allahu e rrugë Hoxhën, inshallah, të atë të cilë kërë, Allahu e në forcon inshallah në rëzimin e Kur'anit. Era në së në këlamë, كلام الله الملك الكاتب الناصر الكلام كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا